Fluturon nëpërmjet investitorëve tanë misterios dhe strategjik. Dhe kush na pyeti ne për këtë? Askush s'na pyeti asnjëri, megjithatë jemi kurioz të dimë ditën e sotme miq të dashur si mbrohet toka. Këtë duam i cili është 069 27 22 27 2. Mirë, presim gjitha këto opinione. Mund të komunikojmë edhe në video telefonat. Mos i nxit njerëzit se i morën qafë meshkujt të Greta ti dhe provokimet e tua të famshme tani më. Megjithatë miq të dashur ka qenë një tjetër ditë spektakolare dhe tragjikisht spektakolare. Do të bëja një batutë të zezë në fakt. Nuk është se nuk bëj, ë? Ja, po zakonisht e nis pak më vonë. Jo. Do i sugjeroja shtetit shqiptar, nëse ka ndërmend është shumë e zezë që do të them. Edhe vetë kam kështu si ankth. Hiqe. Ja, ta them. Do i sugjeroja shtetit shqiptar që nëse ka ndërmend na i vrasi fëmijët, ta bëj që në maternitet, se është akoma më e vështirë pasi ke qëndruar disa vite me një njeri aq të rëndësishme, aq pjesë e madhe e zemrës. Kështu që o ti mbroj fëmijët ose ti heqi që në maternitet, se kjo është më e pa shpirt se nazizmi dhe më e pa dëgjuar se Kmerët e Kuq, është më e pa krahasueshme me asgjë tjetër që njerëzimi ka bërë dhe bën. Kështu që o mbrojni ata drejt fëmijësh, ose na thoni të paktën mos lindin fëmijë këtu dhe thjesht të ikim. Një tjetër aksident idiot ka marrë jetën e një 7 vjeçari në rrugën Elbasan Librazh. Patjetër Petri Bozon e njohim, kemi mik, kemi ndenjur me të. Mirë, por nuk mund mos vëmë re shpejtësinë me cilën lajmet arsyetuese dhe lehtësuese, relativizuese dolën në sekond pa u lëvizur ende trupi. Kështu që të paktën ca gjëra le t'i bëjmë tamam në këtë vendin tonë. Petri Bozo pas drejtësinë më të mirë të mundshme, më të drejtë dhe të paanshme të mundshme, por me gjitha edhe ai fëmijë ka nevojë të ketë një shpagim, një sqarim. Dhe ajo familje ka nevojë të di pse nuk e ka më fëmijën e tyre. Ndoshta. Qëndra nuk kam ç'të shtoj, nuk më duket që zezë. Nuk ishte dha që zezë. Dakor. Ndërkohë duam të dimë si mbrohet toka, na e tregoni pak në 069 27 22 27 2. Një tjetër gjë që duhet na e thotë shteti është, ore, ligjin ta respektojmë apo ta shkelim, sepse ditën e djeshme mori një medalje Gysagasi mori. Medalje Gysagasi? Yes. Nëpërmjet babait të tij, se është në kërkim Gysi, babai Bardhyl Agasi mori një çmim si socialist i vjetër dhe madje kishte një shprehje lapidare shumë të bukur. Tha para 35 viteve na vinte turp, thonim, jo, kishim frikë, tha, se në fakt duhet ju vinte turp, po tha kishim frikë. Thonim që ishim socialist. Tashmë e themi me krenari. Tani janë krenar, edhe për atë të para 35 viteve, ndoshta e ngatroi zot. Agasi para 35 viteve ishin komunistë. Jo, se nuk vazhdoi të jenë, ore, po detaj. Termi tamam ishte komunist para 35 viteve dhe atëherë duhet ju vinte turp, siç duhet ju vi veçanërisht atyre që kanë qenë çik të ngatruar me punët e shtetit dhe me punët e torturimit të shqiptarëve. Turp edhe madje duhet fshihen edhe sot, edhe pse po ndodhe kundërta, ka një ringlindje, një ringritje, një rivitalizim, një rikthim ndoshta, dhe mbi të gjitha pjesa më simpatike ishte pikërisht fakti që tani më u përdor ajo për t'i dhënë një mesazh simbolik të gjithëve që kështu i duam njerëzit, si Gysi. Çka ke me Greta, mos mu trëm, kështu nuk është aq keq sa e bëj unë. Është edhe më keq. Ti thua rilindje, do me thënë, lidhur me kësi situatash, por ka rilindur gjithashtu dhe kjo negociata dhe marrëveshja mbi detin. E thamë që në krye të herës, po do të zbulojmë pak prapas skenat e një vizitet ministrit grek në Shqipëri dhe duke sikur Athina të jetë më aktive se kur. Më duk mua, po ta thash dje që ky do i fali të gjitha pjesë, vetëm që të ketë. E ke thënë edhe më herë. Një karrige në Tiranë duhet këtij vetëm. Një karrige. Një kolltuk, jo, atje do një krevataj. Një kolltuk i duhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aq doaj. Nuk ka nevojë të ketë as territor, nuk ka nevojë të ketë. Vetëm ai kolltuku aty në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe çdo gjë tjetër është përshitje, miq të dashur. Ndaj, ju duhet na tregoni pak si mbrohet toka. Një telefonat nga Italia do na zbuloj misterin në këtë çast. Pronto, buongiorno Flavio, buongiorno Greta. Buongiorno. Më ndigjon? Po.
Atëherë, sa për temën, Gramos Rushi, mos qofsha gabim, pa të thanë Çoni Trima rrëmbeni armët për të mbrojt një parti më të fëlliqur që ka njohur Shqipëria. Okej. Unë them, Çoni Trima rrëmbeni armët ma vërtet është momenti për të mbrojt vatanin. Ka një problem. Për mbrojt atë dhëvën. Ka një problem të vogël që thirrja për të rrëmbyer armët pasi e tha, kush e tha, u shpall pak e jashtëligjshme dhe quhet nxitje dhune. Kështu që nuk duhet të ta ndërpres. Okej, ma kur ne dalim e protestojmë për votën e lirë, protestojmë për të drejtat që na kanë po na vën kamën në kokë. E policia përballë na shpërblen me shkopin gome, me gaze, me arrestime, çfarë duhet bëjmë sipas te Flavi? Nuk ta them dot në televizor. E kuptoj, s'ka nevojë që të ma thush fare. Faleminderit, mirupafshim. E përshëndesim mikun ton nga Italia. Tema juaj është aktuale. Jam shtash shumë madhe për çobanët, njerëz të një sakrifice të llatarshme. Dhe për ju Greta, për ju vajzat të trendit të Tiranës, mund të them, mund të shtoj për çobanët, kanë dhe lek. Faleminderit shumë, ishte shumë e nevojshme. Por vajzat jo trendit të Florës. Kanë dhe produkte bio, kështu që për e dia që aty do të provokoja. Ndërkohë ditë mbar për ju toka private, kur është pronë private mbrohet edhe me armë, ajo publike me protesta të fuqishme. Po kur është dhe private dhe publike, siç është shumica këtu. Mirëmëngjes, ne mbahemi pa dokumenta shtetërore. Ne pensionistët këtu në Greqi deklarojmë ekonominë pasurinë vjetore, ndryshe të vjen gjoba në shtëpi ose nuk të shpërbehet në zyrat e shtetit. Ndërsa aty në Shqipëri, si 10 egra pa përgjegjshmëri. Ndodh që tjetë edhe kështu. Ndodh. Faleminderit për këtë. Ndodh, kemi edhe një telefonat në studio në këtë moment. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ore, do flasësh apo? Ndodh që dhe ta humbasim. Dakor, përshëndesim, por humbasim një telefonat, një bie mira ngrihen o Greta, sidomos kjo ndodh edhe me komunistët. Ta dëgjojmë pak Bardhy Lagasin. Pa frikë. Besimin e plot që Partia Socialiste akoma më tej do të arrijë në sukseset e saj me në krye kryetarin ton të partisë Edi Ramon. Para 2 ditësh, shumë nga themeluesit që janë pranishëm këtu, morën pikërisht këtë fletë mirënjohje me firmën e kryetarit tonë të dashur. Dhe natyrisht mund të ketë edhe të tjerë. Dhe madje e gjithë salla mund të meritoj këtë fletë mirënjohje nga gjithë themeluesit. Sepse vërtet ka qenë një heroizëm në atë kohë. Kur është kriju Partia Socialiste edhe në Durrës, mund të them që ishte një terror i vërtet. Ishte trimëri, heroizëm të panoje të ishe antari i Partisë Socialiste. Dhe nga viti në vit, nga çdo zgjedhje, Partia Socialiste e rriti ndjeshëm forcën e saj. Mjafton vetëm një fakt. Me humbjen që patëm në 92-shin, ishte pikërisht sepse ne s'kishim as komisioner në përqendër të votimit. Kaq presion i madh ishte. Vishin mjek, vinte një doktor i nderuar si Anastas Qelimi, me lot në sy se ishte rraf në komisione. Sa të tjerë. Mjaftueshëm. Dhe më këput shpirti, gati, desh. Por fal kryetarit ton të dashur. Po. Interesante ishte, domethënë, është agasi simboli i këtij takimi. Edhe Gysi, por mungon të gjush Dako. Shoku ngushti Edi Ramës. Po është i dënuar me vendim të formës preraj. Nësa Gysi është thjesht në kërkim. Është thjesht në kërkim për grup të strukturuar kriminal, qik 20 milion euro të sekustruara, 5 milion euro vera, kështu gjëra është moj Greta, dakord, ne vazhdojmë me tjera mesazhe dhe telefonata miq të dashur në 069 27 22 27 2, sa që din si mbrohet toka, për shembull siç janë himariotët, thonë si mbrohet toka me kokore, pse ka rrugë tjetër? Me kokë. Me kokë, shpreh himariote. Kjo toka edhe ky ministri mbrojtjes i Greqisë kishte origjinë himariote, më duket. Dhe
Fatkeqësisht po. Nëse këtu ka pas shefi madh i CIA-s origjinë himariote. Gjithë grekët. Mos të kanë çik origjinë himariote. Toka mbrojt siç e mbrojti Lokja nga Tuçmaku, e sigurt është t'ia dorëzojmë tapit Ramës vullnetarisht se i merr edhe me ligj po të dojmë. Këto si i tha Veliaj atij qytetarit kur donte t'i merrte një pjesë të pronës. Do ta zgjidhim kështu tani me të mirë apo do të dërgjesh gjyqeve? Si po dërgjet Veliaj do të thotë. Kjo ka ndodhur vërtet? Është thënë Greta, më habit që i vend diskutim fjalët e mia, unë kur them që e kam me shaka e them. Kur them që kjo ka ndodhur, fatkeqësisht ka ndodhur, siç janë për shembull dhe ka ndodhur fluturimet e Ramës. Gjeje kush është gjyqeve në këtë moment? Të dy. Se edhe ati jam morën pronën. Jam morën me të keq. Por dhe Veliaj karma ka një vest keq që kafshon. Zgjat çik, po të kafshon. Ja lan mes mandatën e tretë. Megjithatë duket se edhe Veliaj mund të ketë një shans të vogël për të liruar, edhe pse është interpretuar në mënyrë të caktuar vendimi kushtetues ditën e djeshme, paktën sipas verifikimeve që kemi bërë edhe juristët konstitucionalistë me të cilët jemi konsultuar ditën e djeshme, thanë që në fakt vendimi i gjykatës kushtetuese kërkonte një interpretim më të thelluar nga gjykata e lartë për proporcionalitetin e masës, por jo se i kanë mbështetur kërkesat e Veliajit. Ishte një çike komplikuar, kështu. Ishte pakës, po vendimi i gjykatës me 5 vota pro dhe me 3 kundër, vendosi që të pranoj pjesërisht kërkesën e Erion Veliajit dhe të kthej për rigjykim në gjykatën e lartë çështjen e masës sigurisë dhe mbajtjes së tij në kafaz xhami. Për të po diskutohet deri më tani dhe proporcionalitetit të masës, lidhur me të drejtën për t'u zgjedhur, të cilin gjykata me shumicë votash e gjeti të bazuar vetëm në drejtim të faktit që gjykata e lartë nuk i ka dhënë përgjigje të arsyetuar këtij pretendimi të ngritur në rekurs nga kërkuesit. Në përfundim, gjykata me shumicë votash vendosi pranimin e pjesëshëm të kërkesës, shfuqizimin e vendimit të datës 8 korrik 2025 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe dërgimin e çështjes për shqyrtim në Gjykatën e Lartë. Menjëherë pas këtij vendimi ka reaguar dhe deputeti i Partisë Demokratike Belind Këlliçi, i cili ka cilësuar vendimin si buzëqeshje të institucioneve të drejtësisë ndaj korrupsionit dhe hapje në rrugës për lirimin e Veliajit. Më 28 maj, gjykata e lartë ka caktuar një seancë për të shqyrtuar kërkesën Erion Veliajit për ndryshimin e masës arrest me burg. Mbetet për të parë nëse institucioni që drejtohet nga Sokol Sadushi do ta marrë parasysh më 25 maj këtë vendim. Mezi po preti shketi. Dakor, mirëmëngjes. Sa për temën toka është mbrojtur me gjak dhe duhet mbrojtur me çdo kusht respekte, ndërkohë një tjetër na thotë dyshja më e mirë e mëngjesit. Tani paketa e maleve është grabitje me dhunë shtetërore. Shteti presupozohet që ka monopolin e dhunës në çdo vend të zhvilluar. Po kur mendojmë për ata banorët e Baksrollit, që po procedohen vazhdimisht. Mirëmëngjes, në kushtet aktuale ku kanë degraduar institucionet e shtetit shqiptar, i vetmi mjet i rëndësishëm për mbrojtjen e tokës ka mbetur një produkt i shpikur nga një inxhinier rus. E kape? Më desh pa kohë. Ashtë goxha djala i Mihajlo. Po pyes çfarë do bënte Rama po t'i cënonin pronën në Surrel. Rama nuk e di si ç'do bënte, po e sigurt është që garda do ndërhynte shpejt. Po nisën ka prona tjera. Ka plotaj. Po pyes çfarë do bënte ai, thotë, nuk e dim ç'do bënte. Mirëmëngjes, shiko, toka është e shenjtë. Por ka diçka, se toka tokë të bën. Nuk e kuptova këtë, megjithatë mbetet për të verifikuar. Deva një moment se ishte toka është e sheshtë. Mund të jetë edhe nga ato, ti e shef më shumë se ç'duhet Fredin, po nisë. Mirëmëngjes, nuk zgjidhet asnjë, le që ty më duket se të pëlqen Nadir. Po Nadiri është i tokës sheshtë apo i tokës rrumullake? Është një enigmë. Është një enigmë. Nuk zgjidhet asnjë problem zyrat e shtetit, sidomos në hipotekën e Tiranës që është tmerri i tmerrit. Si do shkohet në Europë kur akoma nuk është zgjidhur problemi i pronës. Dhe më pëlqen mbi të gjitha fakti që një nga kushtet kryesore të Europës dhe të paktën nga premtimet që kryeministri Rama i ka bërë kundër partes europiane, është që brenda 2030-s, çështjen e pronave e ka zgjidhur. Dhe tani po e kuptoj si ka ndërmend ta zgjidhë deri në 2030-ën. Si?
Ja marri të gjithëve. Është zgjidhur. Është e zgjidhur. Asnjë s'ka më tokë, i ka të gjitha o Rama, o shok të Ramës, o investitor strategjik tipit Gazpaja, për shembull. Të lutem se më mori malli tani që e mendoj. Ecjen e Gazpajes atë ditë të gjyqi Veliet, ma gjej pak se ishte një kryevepër. Ecje strategjike ishte. Ishte ecje strategjike. Ran away. Flavio, si keni një, kur i pash dje, thash është mbledhje e LGBT-s, toka mbrojt me gjak. Moza ka fjalën për takimin e Durrësit, ja, mos ishte aq keq. Kishte një çik roz të tepruar, po është ngjyrë organike e PS-s, ma e pak njëshin. Po, e kanë vetëm, s'ke qepën, Celia Roz, i thonim dikur, gazetarët e terrenit. I jepi njëshit. Shteti shihet tek uniformat e punojësve të policisë, shihet tek uniformat e mjekëve dhe infermierëve kur turistët dhe jo në çekret e ngrysura të qytetarëve. Dhe kjo është një arsye më shumë që punën e mirë të bërë në vitet e shkuara të bëjmë çmos që ta përmirësojmë edhe më tutje. Ora, unë një pyetje kam. Ky ishte në takim me mjekët këtu? Jo. Në orar pune? Kishte mbledh gjithë mjekët kush? Ne e dim që spitali Durrësit nuk është se ka shërbim, po të gjithë mjekë dhe infermierë në orar pune? Për çfarë duhen spitalet e çka? E vërtet është, nuk u smur njëri atë ditë, s'kishte as të smur nga... Askush në telefon. Asnjë sira telefonit, 3 ditë pas spitali la vendin. Dakord. Kemi telefonat? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ylli mëngjesit. Sa bukur. Mirë se vini. Kështu vazhdo vlla, këm ngul. Klavjo. Do të kërkoj ndjesën se kanë gjatë debatit djetë kam lëshuar një fjalë të jo të përshtatshme, nëse të kanë lënduar. Mua, ku ka gjë që më lëndon mua? Jo, të kërkoj ndjesë. Po ç'ke, mos s'është nevoja. Jo, seriozisht e kam. Mirë, do ishte ta mbaja mend, po. Ecim. Tani, shohim këto punët e këtyre partive, e kjo punë e tokës, këtu ta marrin e tokën edhe me ligj, siç ta dhanë me ligj ta marrin. Këto me të nxjerrin ligje atje dhe ta marrin tokën pa të pyetur, pa ta dëmshpërbyer. Gjatë gjithë këtyre viteve ja vra me mira shqiptar për tokën edhe me një tjetrin vlla me vlla, është fatkeqësi e madhe. Po. Shumë fatkeqësi nuk u merr zgjidhje, s'ka zgjidhje kjo punë e tokës. Këto që bëjnë ta partitë që bënë tubimin, ti duhet ta pash mend. Partia Socialiste e bënë të Alidemi dhe stadiumi Dinamo, aty mbylli Berisha atëre. Tash po protestojnë ku do duan dhe normale. Po të paktën nuk po qellohet me armë ndaj protestuesve. Me ujë dhe me gaz është normale në çdo vend të botës, policia kundërpërgjigjet. Që ka shumë ndryshim. Mos e marr shumë kohë që kanë folur edhe dije se kanë shumë të folur. Falenderojmë zotrin për telefonatën, ne spostohemi në SBA për një tjetër koment. Alo, mirëmëngjes. Nuk e di nëse e kam. Nuk e kam në këto çaste. Mirëmëngjes, si mbrohet toka në Shqipëri? Në udhëheqjen e kryetarit tonë të dashur, toka po grabitet nga Bregdeti në Alpe. Toka dhe gruaja sipas kanunit paktën mbrohet me kokë, thot Abazi nga Tirana. Ndërkohë njëri thot mos i kundërshto ata që bëjnë thirrje për dhunë se do dalësh pa punë. E frikshme shumë, por nuk e vazhdoj dot beten me rim se do të ngeli atri shumë. Mirëmëngjes, po çfarë ka ngelur aty për të mbrojtur, bëni shaka ju të gjithë ministrat hajduta. Ka ngelur miliona metra katror kanë ngelur. Mirëmëngjes, Flav dhe Genta, më mëdhe do ishte batup. Do të thotë edhe bab, populli zgjedh qeverinë ta mbrojnë, ne s'kemi zgjedh qeveria, është e paligjshme. Prandaj grabit tokat. Atëherë populli duhet të marrë mjetet mbrojtëse dhe të shport çetën e hajdutëve. Shumë e bukur, MMD. Është edhe bab. Është edhe bab. Kemi ecjen e Gazpajës, nëse të ka marrë malli. E kemi? Nëse ke dëshirë të ndihesh ndo pak investitor strategjik edhe ti. Ne po flasim për pronë. Më pëlqen dhe sinkronizimi me atë që e shoqëron. Prit se do të vi plani nga përballë tani. Nëse edhe nga nuk është më. Edhe ky plani nuk është keq, ë. Kishte edhe një plan nga përballë, ishte shumë simpatik. Ishte i papërballueshëm ai. Toka, thot një mesazh, ka edhe gur që kanë shumë funksione.
Ecim, thirrje për ecim. dhunë. Nuk po bëjmë thirrje për dhunë. Si keni e Flavio Greta, përshëndetje. Mirëmëngjes. Nga New Yorku ju manë. Po, misere. Problemi është, po së zgjidh problemi ati kokë shkrimit të rangës nuk ka, nga si lloj zgjidhja stoka, si gjana të. A është tema dikë që të kishë vu. Si të patë mu hekë qafet ai kokë krimit. A është gjithë pëngesa të gjënës, ative. Edhe dyta, deshta të uroj doktor Berishën për rikonformimin për votbesimin. Edhe kisha i këshill, jo këshill, nuk jam këshilltari ti, po një këshill që ose një gjënë me him, me bon një krasitje të mirë, me vazhdu për para më shumon me këta lapa qenë që në gjoha gjithë ato kanale televizive mërëm që po leshin si qetë. Qa kishte mërëm? S'kam parë televizor mërëm. Më shmionë hyqë përgjigje me vazhdu punën e ti, opozitarizmin, për para me organizu, me marë atë që din vetaj. Dakor. Përshnes. Faleminderit, edhe ne përshëndesim mikun ton nga New Yorku, ndërkohë e shtrenjtë është rruga deri New York. Deri New York? Por më e shtrenjtë është rruga Milot Baldren. Oh, e dëgjove? E dëgjova. Pjesë e korridorit Adriatico Jonian. Deksham. Ka mbetur peng tashmë, është shumë skenari i dëgjuar. I parë. I procedurave tenderuese, qeveria ka shpallur. Sa është tenderi? Kaq më thuaj. 465 milion euro. 465 milion euro. Që do të thotë, duke ndjekur praktikën e viteve të fundit, mund të shtohet automatikisht gjysma, pra 465 milion, mund të qenë 700 milion. Thua? Po. Praktika, po shkoj keq dera shumë shi, mund të qenë 1 miliard. Po. Direkt. Atëherë le të bëjmë kërcimin e shiut. Le ta bëjmë si indianët, si lëkur kushtë, por të paktën pretendimi është që do të lidhet Shqipëria me Malin e Zi. Më në fund. Në pikën e Muriqanit, po. Deri Muriqan. Nuk i bien më nga Haneotit, ë? Ja. Bravo, çunat e gocat. Ndërkohë një mesazh tjetër na thotë mirëmëngjes Syri, në Shqipëri nuk vjen asnjë ditë e mirë për sa kohë ky palloshi me laketë e tij që ndrojnë taj kultuku që përmendet i Flavio. Kur Bardhyla Gasi ka fytyrë të dalë me atë servilizëm që e rrafshoi në tokë babain e kryemaskarajt, por na përforcoi thonin më bëj baba të ngjaj, edhe 2 hapa të ta kaloj. Toka është e shenjtë, po deti është i shenjtë që po ja shet grekut, po, dhe dendja se tha vetë që kam origjinë të vjetër himariote. E pra, këtu doja ndaleshim pak, se çfarë ka ndodhur me këtë takimin? Çka ka ndodhur? Mbërriti ministri i mbrojtjes Nikos Dendias në Tiranë, po javë më parë kishin filluar ose Niko Dedia siç e ka pasur. Në Himar. Ose Dede. Por disa javë më parë, mediat greke kishin raportuar se diplomatë grek ishin tronditur nga kopshti Eden që ndodhet në hyrje të kryeministrisë, po 4 milion euro ka kushtuar, se e kemi trajtuar disa herë këtu, mund të ndjekim edhe pamjet në këtë moment. 4 milion euro shkurrë. Në oborin e kryeministrisë. Dhe Dendias ka shkruar se u prit për drek pikërisht në këtë oazë luksoz nga Edi Rama. Pata kënaqësinë e veçantë të vizitoja kopshtin me estetik të lartë të rezidencës kryeministrore të Shqipërisë nga Edi Rama, ka thënë ai. Ku më priti për një vakt. Kështu nisë gjitha. Priti për një sufllaqe. Kush e di si ja bëj sufllaqen aty Greta? Si mund të jetë sufllaqja te kopshti i Edenit? Wow. E jashtëzakonshme. U pritej nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, ka thënë ai në kuadër të vizitës time në Tiranë, analizuam situatën e përgjithshme gjeopolitike në rajonin ton më gjerë. Pata mundësinë të flas për Himarën. Qytet nga i cili besoj se vi me origjinë. Besoj se vi me origjinë. Pra nuk është i sigurt, jo se them dot këtë. Por ata që më ndjekin e kuptuan. E di për çfarë e kupton. Dhe do doja të përsërisja tot ai qëndrimin tim se pakica etnike greke është një urë miqësie mes 2 shteteve dhe 2 popujve. Se urë më e fort miqësie janë fakt qindra mijëra shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi, dhe sigurisht një pjesë të dashurisë tyre për Greqinë, për çfarë ka ndodhur atje dhe si është stili jetës atje, kemi dhe ne, patjetër. Është vërtet, ndërkohë që Putokseris, për shembull, e dim nga
Nga ata e dim, nuk e dim nga grekët, nga minoriteti grek. Nuk e dim nga Vangjel Dule, e dim nga Mehmet. Pritja zyrtare dhe takime me homologun tim shqiptar, ka takuar edhe më shumë homo se log, bëshaka. Duhet shkëputemi, Flav. Duhet shkëputemi atëre. Bëshaka. Me që atë do mbetet për të parë kjo situata, se për detin është pak e patolerueshme. Kemi një panel shumë interesant për këtë çështje, një panel vërtet rëndësishëm. Ore në 46-ën partia na e dha tokën dhe tani në 26-ën partia na e merr se e njëjta parti është. Më duket se ke fjalën që ta mori njërin 46-ën, desh e morëm pas 90-s dhe tani po e merr prapë partia, këtë po e kuptoj. Sepse këmbgulja se është me kësaj partie. Përsëritja është më me dijes ta e Bisala. Dhe nuk është e vështirë. Dhe për ca ka nevojë për më shumë përsëritje. Shumë e vërtet. Por jo ne kemi nevojë për një telefonat, cilën e kemi. Alo, mirëmëngjes. Qa ke ti Greta? Alo, mirëmëngjes. E ke telefonatën? Ti beson regjis ton? E kemi. Po ndoshta duhet zëri yt. Alo, mirëmëngjes. Dakor, rikthehemi pak tek shëndetësia, me që përmendëm me Visalën. Kryeministri Rama pasi ma gjeps liderët botror me kopshtin e Edenit, turistët e huaj e di me çaj ma gjeps. Po e çeta mendoj. Mendoj pak. Mendoj. Amsterdam? Jo me Elbasanin, është më lartë, është sistemike kjo që po. Më lartë se Elbasani? Jo, po dhe më e shtrirë, është në gjithë Shqipërinë. Është një lloj shërbimi. Është një farë fenomeni apo? Shërbim, po. Shërbim. Me mjekësinë, Greta. Shërbim mjekësor? Po, me shërbimin mjekësor. Dyshin të lutem, shqipe, e ka thënë me seriozitet, pa qeshur. Jam shumë kurioze. Personalisht, dhe duhet ta mbyll tu, kam pasur në më shumë se një rast mundësinë të dëgjoj nga të huaj përshtypjet për shërbimin në spitalet tona apo në qendrat shëndetësore verore dhe e them me shumë kënaqësi që përshtypjet kanë qenë tejet pozitive. Pra, kur thot pozitive, e ka fjalën për pozitive në kuptimin HIV pozitiv, pozitiv ndaj infeksioneve spitalore. Po kam përshtypjen se po, kjo është shumë e turpshme. Da? Pëlqeu si e tha? Po nëse dëgjoj, unë them mos ta paragjykojmë. Nëse për shembull ai ka fjalën për turist nga Bangladeshi dhe India, ku kanë parë si këtu ata? Ata në kasolle kurohen të shkretet. Operohen me gur të lëmuar, jo me bisturi si ne. Kështu që ndoshta qëndron. Konteksti ka shumë rëndësi. Duhet jemi të saktë, ka për njerëz që vijnë nga luftrat civile në Libi për shembull, që thon wow, çfarë spitali, si a shtetit. Si në televizor. Nuk mund të vazhdojmë. Mund të kenë parë. Me keqardhje, po ju shkruaj që në Shqipëri nuk vjen era demokraci. Kështu s'ka të ardhura ekonomike për kombin. Çdo gjë, çdo ligj që vendoset për paketë maleve të tjera do t'jenë, kjo ndosë se politika shqiptare mbështet një kushtetut akoma të lindjes komuniste. Pak i rëmujshëm ky mesazhi, do përpiqem ta kuptojnë një moment të dytë. Mirëmëngjes, Flave, po për çfarë shteti flet kryeministri ynë sa turp tokat po i marrin oligarkët të nuk kemë çfarë i mbron, vetëm me një mënyrë mbrohet toka. Ky vend nuk mbrohet më me drejtësi, vetëm me forcë, u kthyen prapë në 46-ën, thot Mira nga Durrësi. Ndërkohë, mirëmëngjes, tokës inshallah nuk i vejnë syrin se ta përlan, po ju pëlqeu. E përlan, mirëmëngjes, po në Durrës kishin urdhër gjithë mjekët, stafi mjekësor dhe psikosocial në qendra shëndetësore që të ishin të pranishëm, pasi do vinte ministresha për takim. U dallua që ishin gjithë me urdhër, mbi gjitha në një orar pune. Mirëmëngjes, toka mbrohet me gjak, me që gjaku është bërë ujë, qeveria të bëjë që të dojë. Sa e bukur. Qëndron edhe mesazhi. Mirëmëngjes, toka e fshatarëve nuk e shoh dot, por kemi një video telefonat nga Greqia. Mirëmëngjes. Nga Italia. Nga Italia, po i dalloj. Po do flas çik me Flavio, po me Flavio po flet. Mirëmëngjes zoti Flavio. Më thuaj tash. Urime për emisionin, jeni vetëm sy që i shikoni të gjitha, se ata sytë e tjerë, si Top Qeni e Klane, më të thash, janë të gjithë të partisë, hanë në 100 sofra.
Atëre doja të thoshja për atë Brekushen që nga del kur vete tek ministrja vete me mbathje. Kur flet për shëndesin e ngërën e qiell që është më e mira në Europë, jo në botë. Ashtu është. Kur vete të mjekët nuk të lënë, jo që dorisht me ditë të presësh që të marrësh takime mjekun, por edhe vetëm do të paguash njerë, se po nuk u odhe, nuk se kishe të humba tani, kështu që nuk kemë valë, do më duhet të vazhdoj me telefonat tjetër. Jepi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mi thoni. Përshëndetje. Me flasën dhe shumë flasën. Edhe me Gretën, po deshe. Ju urojm për emisionin. Faleminderit. Jo të rregojnë histori të vjetër lidhje me ngrohtjen e tokës. Aha. Para disa viteve, me një djali vetëm, i pa krah, i kishin zaptu tokën kufitarët. Kur u martu, erdhi gruaja dhe i thot, ore, a ke tokë ti ajo? Po, thot, kom, po ku e ke, thot, më kanë zaptu, thot, kush të ka zaptu? Ja, i tregon edhe, është e Allah. Edhe kjo një të morë pushkën, një t'i dalet në qetash, kur futët e me punu anën, tokën, ajo shtin 3 herë në pushkën, në ajë. Ore, thot e jo, thot, qatë po, thot, i thot e, zotri, thot, largohë, thot, si ko ardhën një zoti tokës. Okay. Edhe, mo e le punën e hiko. Toka vetëm me gjak se ndryshe toka nuk mbrohet. Ju falenderit për kohën që më. Faleminderit për simbolikën. Të dashur shqiptar, i madhi Pjetër Arbnori ka thënë shprehje në parlament, ju krahumajt nuk jeni socialist, por specialist, pra 7501 ishte shejtani. Ndërkohë, tokat e fshatarëve bërtiti Leninin në 17 në revolucionin socialistët e torit bolshevik, Rama shpiku planin e plazheve, liçeneve, kodrave dhe maleve për investitor strategjik. Domethënë vetes. Ai është krye investitori strategjik. Për takimin e dieshëm me Bardha Gasin, profesor Edvin Cami bëri një status pel. Frik, tha, mund të keni pasur, por turp nuk patët asnjëherë. Në këtë linjë pas kemi qënë, mirëmëngjes, pse s'po del dikush, nuk del edhe, nuk ka dalë akoma ai dikushi, që po kërkon ti. Por ndërkohë le të bëhemi më serioz si emision, Greta. Në këto çaste le të shohim zhvillimet kryesore që na përcjell redaksia jone informacione dhe rikthehemi më njëherë me telefonatat, mesazhet dhe gjithçka tjetër tuaj. Sali Berisha denoncoi censurën mediatike ndaj opozitës